Rreshtet intensive të qiut deri më tani kanë përmbytur 13.211 hektar tokë bujqësore, si dhe 1.587 banesa. Bilanci u bë me dje nga Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, nga ku garantoi se çdo person i prekur do të marrë dëmshpërblim. Dëmshpërblimi përfshin si dëmet në sektorin e bujqësisë, ashtu edhe për banesat e dëmtuara apo kafshët e mbytura si pasojë e përmbytjeve. Ndër të tjera, Rama theksoi se një sër investimesh janë bërë në rirëvimin e trupave të emergjencës, ushtrisë dhe policisë. Shefi i qeverisë tha se deri më tani janë evakuar 339 persona nga 51 familje. Përballë ministrave, kryeministri u përgjigje dhe akuzave të opozitës, duke thënë se të gjithë hidrovorët kanë qenë në punë e se para nisjes së sezonit me rreshje është siguruar gatishmëria e kanaleve kryesor, atyre të kullimit, hidrovorëve dhe kanaleve të ujrave të larta. Akuzave zgjodhi të përgjigjet edhe me shifra, duke thënë se vetëm në vitin e kaluar janë investuar 25 milion euro në infrastrukturën e kullimit dhe këtë vit, vetëm nga bashkitë është parashikuar një investim prej 11 milion eurosh, 8% më shumë se vjet. Puna intensive dhe mobilizimi i pandalur 24 orë në të gjithë territorin ku është nevoja e të gjitha strukturave të shtetit, si dhe e bashkive do të vazhdoje pa ndërprerje deri në kapërcimin e kësaj situate të rënduar meteorologjike. Dhe përpara fillimit sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 ekskavatorësh në drejtorinë qendrore. Gjithashtu është bërë inspektimi i sigurisë argjinaturave të lumenjve dhe digave të rezervuarëve. E gjithë kjo infrastrukturë ka funksionuar dhe përballuar sasitë e rreshjeve sipas niveleve të sigurisë së projektuar, përtej të cilave, siç është rasti i rreshjeve krejta normale të këtyre ditëve, ne kemi një proces mirëmbajtjeje të infrastrukturës së kullimit, ku përveç remontit të plot të 27 hidrovoreve gjatë sezonit verës, largohen çdo vit rreth 2.5 milion metër kub lumra dhe mbetje nga kanalet kryesor kullues, në një gjatësi rreth 300 kilometra. Vetëm vitin e shkuar kemi investuar vetëm për këtë infrastrukturë të kullimit afro 25 milion euro. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se vlera totale për situatën e përmbytjeve në vend është mbi 50 milion euro. Ai tha se në programin e emergjencave civile janë parashikuar rreth 30 milion euro. Ministria e Brendshme Albana Koçiu theksoi se për shkak të situatës me përmbytje në vend janë angazhuar në teren rreth 5500 forca të policisë së shtetit, si dhe mbi 720 efektiv zjarfikës. Koçiu sqaroi se angazhimi në teren do të vijojë, si dhe gatishmëria për të ardhur në ndihmë çdo personi apo familje që do të ketë nevojë. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se po ofrohet ndihma në zonat e prekura nga përmbytjet. Veterinerët zyrtar po asistojnë për evakuimin në ferma dhe ndërhyrje me ushqime për kafshët. Hidrovoret janë në funksion, ndërsa po punohet po ashtu për hapjen e kanaleve kulluese, ndërkohë që vijon puna edhe në dyqarjet e argjinaturave në Sheqeras dhe Dholl, si dhe Bilisht Boboshtic. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se 502 efektiv të forcave të armatosura ndodhen tashmë në teren në gatishmëri të plot, teksa vendi është përfshirë prej ditësh nga moti i keq. Në mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile, Vëngu deklaroi se 40 banor janë evakuar, po ashtu janë akomoduar në strukturat shtetërore, ndërsa një pjesë tjetër në struktura hotelerie.